Tarifat amerikane kanë hedhur një hije dyshimi mbi industrinë italiane të verës. Eksportuesit vendas bëjnë thirrje për veprime të shpejta nga qeveria italiane dhe Bashkimi Evropian për të përballuar sfidat në rritje në tregun ndërkombëtar. Prodhuesit italian të verës, të cilin e shohin Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një destinacion kritik eksporti, kanë ngritur shqetësime të forta në lidhje me rritjen e kostove pas njoftimit të presidentit Donald Trump për një tarifë reciproke prej 20% për mallrat e Bashkimit Evropian. Sapo tarifat të hyjnë në fuqi, çmimi i verës së eksportuar nga Italia në Shtetet e Bashkuara do të rritet në përputhje me masën, sipas Lamberto Frescobaldi, kryetari i shoqatës italiane të vreshtarëve Unione Italiana Vini. Të ardhurat nga vera mund të bien me rreth 323 milionë euro në vit për shkak të taksave të shpallura. Montebello, e vendosur në rajonin Oltrepo Pavese në Italinë Veriore, eksporton mbi 90% të prodhimit të saj në Shtetet e Bashkuara. Alberto Scarani, trashëgimtari i brezit të tretë i vreshtarisë familjare, vuri në duke se politika e fundit tarifore amerikane do të ndikojë ndjeshëm në tregun e tyre. Montebello tani zotëron më shumë se 45 hektar tokë, edhe në total ne po prodhojmë pothuajse 300.000 shishe në vit. Pra ne po e shesim verën tonë jashtë vendit në shumë shtete si Kinë, Japoni, Kore e Jugut, Australi, Shtetet e Bashkuara, Kanada, Brazil, Meksik dhe në të gjithë Europën. Por blerësi kryesor janë Shtetet e Bashkuara që po blen më shumë se 90% të prodhimit, deklaroi Scarani. Në muajt e fundit u zgjodh Trump dhe e dim që kemi pasur disa probleme me tarifat. Për Italinë tarifa ishte 20% dhe ndikoi në tregun tim dhe çmimin përfundimtar në dyqan ose në restorant. Para tarifës, nëse shisni verën për $10, çmimi maksimal që mund të shisni në restorant do të jetë $50. Në mes ka faza të ndryshme, si dërgesa, importuesit dhe shpërndarësit, si dhe shumë faktorë të tjerë që po ndryshojnë çmimin. Para tarifës në restorant shkonte rreth $50, tani me 20% të tarifës do të shkojë deri në $60 për shishe, por po ndryshon shumë, veçanërisht për verën e lirë. Çmimi do të rritet ndjeshëm dhe njerëzit nuk duan të shpenzojnë më shumë para për verë të lirë, tha ai. Scarani shpreson se Bashkimi Evropian do të gjendë një zgjidhje për sfidat e tarifave, pra tani për tani nuk do të shkojnë në Shtetet e Bashkuara për 3 muajt e ardhshëm derisa të gjejmë një zgjidhje me tarifat. Shpresoj që politikanët tanë, kryeministria, të mund të gjejnë një zgjidhje me të gjithë komunitetin evropian për këto tarifa, tha Scarani.